Synimi ynë është që të bëhet konstituimi I institucioneve të legjislaturës së 11. Fatkeqësisht dy partitë e tjera nuk e konsideruan të nevojshme apo të arsyeshme që të takohemi. Unë mendoj ndryshe. Përderisa me AK-n nuk kemi takuar fare, besoj që ka pasur shumë nevojë që të takohemi përsëri me kryetarin e PDK-s. Tash unë do të shkoj atje me ministrin e Financave, që njëkohësisht është antar I kryesisë së vetëvendosjes së Kryeministrit, ndërka që nga ana tjetër në formatin 1+1 do të jetë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari Lumir Abdigjiku me bashkëpunëtor, dhe ne dëshirojmë që sa më parë të konstituohet kuvendi, të zgjidhet qeveria dhe ta zgjedhim presidentin, meqense siç kemi thënë më herët, siç nuk kemi pasur nevojë për zgjedhjet e kaluara, nuk kemi nevojë as që ato të ardhshme të jenë para vitit 2030. Pra, kemi nevojë për cikle të rregullta zgjedhore, ku çdo 4 vjet një qeveri qeverisë dhe më pastaj vlerësohet tek populli si burim I sovranitetit, I cili na mban përgjegjës e llogaridhënës në Republikën tonë demokratike e parlamentare. Unë shkoj me vullnet të mirë, shkoj me gatishmëri për marrëveshje dhe natyrisht që hollësitë e diskutimeve do të mund të vinë në shprehje vetëm pas takimeve dhe pas marrëveshjeve, përkatësisht pas suksesit për të cilën urojmë sepse punojmë.